Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzdiles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Këtë lule s'ka shqiptar që nuk e ka në shtëpi, ajo i shëron të gjitha sëmundjet. Koll, bronkit, dhimbje të fytit, por edhe të stomakut i shëron mollaga. Ajo mund të lehtësojë shenjat sepse prej saj përftohet një pije me 1000 virtyte. Ndërkohë, duhet të keni parasysh që ata që preferojnë të pinë çajra bimor, me siguri do të kenë hasur shpesh edhe mollagën si një nga përbërësit më të suksesshëm kundër shenjave të bronkitit dhe të ftorit në pijen e nxehtë. Kjo lule në duke e parëndësishme kur krahasohet me shafranin e indis dhe xhenxhefilin, ka të njëjtin super rol kundër. Mollaga ka efekte anti-inflamatore, qetësuese, zbutëse, ekspektorante në saj të substancave të tjera, galaktozë, kalcium, kalium, vitamina A, B1, C, taninet. Kjo lule është e njohur kryesisht për trajtimin e sëmundjeve të rrugëve të frymëmarrjes, kollën, sekrecionet, skuqet e bajameve dhe të liron hundët dhe hap bronket. Në përgjithësi, ajo është e dobishme për të gjitha membranat e mukozës dhe ato të sistemit të tretjes, gojë, ezofag, stomak, zorr. Përveç fytit dhe zgavrës së gojës, çaji me mollag është një tjetër ilaç i suksesshëm kundër gastritit, ezofagut dhe vështirësitë në procesin e tretjes. Çajin e mollagës ne e gjejmë shpesh të pranishëm në çajin e mbrëmjes mes superfuqive të mollagës, të cilat nuk mund të mohohen, veti qetësuese dhe relaksuese, sidomos edhe te infeksionet urinare te femrat, të cilat janë shumë të bezdisura. Koll, bronkit, dhimbje të fytit, por edhe të stomakut i shëron mollaga. Në qoftë se ju keni një lëkurë tepër të thatë për shkak të ftohtit, sërish mollaga mundet që t'ju lehtësoj këto shenja sepse prej saj ju do të përfitoni një çaj i cili do të jetë fantastik në trajtimin e shumë problemeve të ndryshme. Mollaga është një bimë ku gjethet e saj mund të përdoren edhe në sallata apo në japrak, veçanërisht ata të cilët jetojnë në rajonin e mesdheut me shijen e saj paksa të thartë, e preferojnë dhe njëkohësisht mund ta konsumojnë atë. Gjithashtu, edhe lulja e mollagës mund të pihet si çaj. Uji i përftuar nga hedhja e mollagës në ujë të nxehtë, nëse përdoret edhe për të larë këmbët dhe duart, duhet të dini se i çlodh ato. Dhe nëse përdoret për të pastruar syt, bën që ato të ndjehen të pushuar. Pureja e përftuar nga mollaga mund të përdoret për të kuruar plag apo vende në të cilat mund t'ju kruhet. Ndërkohë, mënyra më e mirë për të përgatitur çajin e mollagës është që të hidhet në një gotë të mbushur përgjysmë disa fletë të thara të mollagës. Në mëngjes kullohet ujë dhe pihet pasi të ngrohet pak. Disa nga ata që përdorin çajin e mollagës thonë se në vend të ujit të ftohtë duhet të përdoret ujë i nxehtë, por sido që të jetë, gjethet e mollagës nuk duhen valuar. Çaji i mollagës bën shumë mirë në raste të gripit dhe të bronchitit, ndalon kollën dhe heq ngjyrjen e zërit, si edhe zbut dhimbjet e stomakut dhe zorrëve. Në ditë mund të pihet 2 deri në 3 filxhan çaj mollage. Duke përgatitur ujin që do të përdorim për të larë këmbët dhe duart, 2 grusht me bimë të njom i hedhim në 4 deri në 5 litra ujë të ftohtë dhe e lëjmë deri të nesërmen dhe pastaj e kullojmë dhe mund ta ngrohim. Ajo që duhet patur kujdes ndërkohë që i bëjmë banjë këmbëve dhe duarve është që uji të ngrohet po aq sa ne ta durojmë, kështu do të marrim rezultate të mira. Ujin e mbetur mund ta ngrojmë dhe ta përdorim edhe herë të tjera, por mund edhe ta derdhim. Duhet të themi që banja me mollag është shumë qetësuese për këmbët të ënjtura të krijuara prej edemës. Nëse doni që të bëni pure mollage, mund të përdorni bimën e mollagës pasi ta keni kulluar, ujin e çajit të mollagës.
Mbetjet e bimës mund t'i ngrohni pak në ujë duke i shtuar ato mbi një navë dhe mund t'i përdorni derisa ato janë ende të ngrohta. Ndërkohë, këtu ne do t'ju mësojmë edhe se si ta mbillni mëllagën në kushtet e shtëpisë. Lulja e mëllagës është një nga dhuratat më të mrekullueshme që natyra i ka dhënë Shqipërisë. Në Shqipëri, mëllaga njihet si një bimë medicinale e egër, por kohët e fundit ajo ka filluar që të kultivohet dhe të rritet edhe në shtëpi. Mëllaga nuk ka kërkesa të veçanta, ndaj mund ta mbillni atë edhe në vazo dhe periudha e rekomanduar e mbjelljes është pikërisht muaji shkurt dhe mars. Si të mbillni dhe të përkujdeseni për mëllagën në kushtet e shtëpisë. Bima e mëllagës lulëzon dhe rritet shumë lehtë në kushtet e shtëpisë, për sa kohë që ju do t'i siguroni asaj kushtet e duhura. Mbjellja. Ju mund të zgjidhni farën e preferuar të mëllagës, me ose pa aromë dhe të nisni mbjelljen me të përfunduar ngrica e fundit e dimrit. Mëllaga ka nevojë për një vazo me një sistem të mirë kullimi. Dheu duhet të jetë i punuar dhe i lehtë. Ai duhet të jetë i tharë plotësisht në mënyrë që të ujitet. Nëse dheu mbetet shumë i lagësht, atëherë mëllaga do të myke dhe do të kalbet. Për më tepër, mëllaga është një bimë e cila kërkon hapësirë, pra vazoja duhet të jetë e përshtatshme për t'i dhënë mëllagës hapësirën e nevojshme. Ndriçimi. Vazoja duhet mbajtur në një vend ku bima të mund të marrë 6 deri në 8 orë ndriçim të plot nga dielli. Kjo është shumë e rëndësishme për lulëzimin dhe rritjen e mëllagës. Temperatura. Mëllaga është një bimë e cila preferon temperatura të freskëta. Temperatura ideale për rritjen e mëllagës është 18 deri në 21 gradë gjatë ditës dhe 13 gradë në mbrëmje. Fertilizimi dhe krastitja. Për një rritje dhe një zhvillim sa më të mirë të mëllagës, ekspertët këshillojnë përdorimin e fertilizuesve, veçanërisht gjatë muajve të parë. Fertilizimi do të ndihmojë në çeljen e luleve më të bukura. Sa i përket krastitjes, ju mund ta bëni atë në fazën e mëvonshme të rritjes duke i dhënë mëllagës dhe bimës në përgjithësi formën që ju dëshironi. Ndërkohë, mëllaga shqiptare mund të përdoret për pastrimin rrënjësor të organizmit tuaj. Mëllaga është e vetmja bimë mjekësore që nuk jep asnjë efekt anësor. Çaji i gjethe të mëllagës është një pastrues i fortë. Përgatitet duke zier për 20 minuta në 1 litër ujë 3 lugë mëllagë të thërmuara. Këshillohet një filxhan 3 herë në ditë, i cili duhet të jetë i ëmbëlsuar edhe me mjaltë. Mëllaga në të vërtetë është e mrekullueshme. Nëse e konsumoni të gjallë, të gatuar, të thatë apo të shtrydhur, organizmi juaj do të përthisë të gjitha vlerat e saj më të mëdha shëndetësore. Vendi jonë është i bekuar me zgjuarsinë e duhur të kësaj bime dhe njerëzit janë të bekuar me këtë bimë për sa i përket shëndetit të tyre, duke qenë se kjo bimë ofron përfitime të jashtëzakonshme për shëndetin, duke filluar që nga pastrimi i mushkërive. Mirëpo duhet të dini se informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos të zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni video tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në video tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato. Faleminderit që e pat videon ton. Shpërndajeni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.